Studimi I fundit, një lugë vaj ulliri esëll mund të trajtojë këtë problem. Vaji I ullirit është të cilësuar prej korës si një super ushqim, që ju ndihmon të jetoni më gjatë kur konsumohet si pjesë e dietave të shëndetshme. Tani një studim I ri sugjeron se vaji I ullirit mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të humbjes së jetës nga demenca. Studimi I kryer në studiuesit e Harvardit vjen në një kohë kur shumë vende po përballen me rritjen e sëmundjeve të Alzheimerit dhe forma të tjera të demencës. Sipas studiuesve, përdorimi I vajit të ullirit në vend të yndyrnave si margarina dhe majoneza komerciale mund të zvogëlojnë rrezikun e humbjes së jetës nga demenca. Demenca përfshin një sër kushte që ndikojnë në kujtesë dhe aftësi të tjera mendore të mjaftueshme për të ndikuar në jetën e përditshme. Kushtet shkaktohen nga ndryshimet fizike në tru, ku sëmundja e Alzheimerit është lloji më I zakonshëm I këtij shqetësimi. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj